marrja e abdesit para namazit është kusht për pranimin e kujt? Namazit. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'ka namaz ai i cili nuk merr abdes. Pra transmeton Abdullah Mesudi i cili thot se njeriut i mshohet me një goditje në varr. Njeriut goditet njeriu me një goditje në varr, aq goditje e ron, aq e kejt varrin një mush me zjarr. Dhe ke njeri dhe pyet dhe thot pse jam godit kështu. Ka thënë për çka se i ke bën Allahu të sejdë pa abdes. Pra të njerë njeri t'i prishtë abdesit në namaz dhe thot qish dalun është, apo? Edhe shkon në sejdë, apo? Ka gjuna i madhë. Sa gjuna i madhë, ka anë hadith, ka anë transmitime, se me një godit që njeri mi bon Allahu të zogjel, sejdë, namaz, pa abdes, kejtë zjarë mi mungët me, kejtë varë i mungët me zjarë. E parmendoj që ai kur nuk përvedën. E parmendoj që ai që kur Allah të sejgjë si bënë. Parmendoj për ata të cilët nuk nin për këtë punë. Për këtë arsye, vepra më e dashur te Allahu namazit. E çelësi pranimit të namazit është abdesi. Abdesi është obligativ. Është farz. Është i domosdoshëm për kënë. Për atë që donë me bo namaz, pa morë parasysh namaz farz apo namaz nafile. Për shkak se Allahu azza wa jall ka thonë Kur'an Kerim, ja ju ledhina amanu idha kumtum ila salati faghsilu wujuhakum. O ju musliman, o ju besimtar, nëse dëshironi të bani namaz, lani fytyrën, lani krahët, jepni mes kokës dhe lani këmbën. Pra marrja e abdesit është obligative. E pajtimin e këtë dietarë për kanë, për atë që do bëjmë me bo namaz.